Allahu xhaleshonu është edhe i urtë që nga njëherë edhe kur si kuptojmë disa vendimet Allahu xhaleshonu edhe disa sene që Allahu xhaleshonu i ka kriju prap ka urtësi. Disa i zbulojmë, disa nuk i zbulojmë, disa i dim na, disa i din dikush tjetër, dikush nashta si dim na i din dikush tjetër, mirë po 100% ato ka urtësi se Allahu xhaleshonu nuk bën sene pa urtësi. E prej aty në seneve shpi përmeni 3 shumë thjeshta që në shikim të parë për neve këshëm thonë s'pa na duhen që tu, po kur ti shikojsh në aspektin e mjekve ekspertve po thonë jo, këtu janë shumë të mira, mos ka bë. Njona prej ty në dhimbja, as njona prej neve nuk dënë më në dhim dikun, s'kim qef me pos dhimbje. Mirë po qa po thojnë mjekt? Mjekt po thojnë dhimbja është shoku i ngushtë i shëndetit. Pse? Mo dhejz alarmi, diçka s'po funksionan, qërë kontrolon? Në ke po mos më dhejz alarmi ato që ka met vetura pa ullet, blokon edhe thu vallaj s'ma ka dhejz dritën, se kum di që met. Po është dhimbja, qa, po dhejzet alarmi diçka s'po funksionan, shkon të mjeku vallaj që të ka problemi, ta që ati lozine. Mos me kon dhimbja, dhe shka të ruhet krejt, s'merët vesh. A e dojnë a dhimbje, se dojnë, po a e ka të mirën, e ka të mirën e vetë, kjo vesh njën për atyne, sigurisht që ka dhe tjera. Edhe në aspektin e fshimjet gjënove, sene që përse cëllën sen nuk është veç një ursi, po ka ursi shumë ta në tonë. Tjetëra, djerësitja. As kush prej neve, s'ka qef mu djerësit. Mjekët po thëshin, djerësitja është fladitje trupit, trupi unë nëzej maturri, ka nevoj mu fladit pak, edhe funksionon djerësitja. Dridhja gjatë ftëftit, për mes dridhjes, po nëzej ke trupi. S'kim qef mu dridh, po në tjetër, është e dobishme për trupin. E shumë sene tjera, që gjithë shka që shi ka programuaj, ndash në aspektin e krijimit tonë, ndash në aspektin e ligjeve që ai ka vendosur për neve, ato ka shumë urtësi to. E për ata, kjo është njëna prej arsyeve që elhamdulillah, lumna për Allahun që e kemi. Që është i gjithdijshëm edhe i urtë që na mëson gjithçka që është më së miri dhe ka vendosur për neve gjithçka që është më së miri.